Se u bë dhe këj bordi paqes, e të flasë preqi tani, u bë bordi paqes dhe sa u bë bordi paqes, që vajtë dhe e drama, bam, plasi lufta. Lufta, për paqe. Lufta për paqe, qa ishte kjo tani? Preq, folën qik me të tani. Po fletë, u hapen shumë tema dhe... Një tema është? Një tema, shiko, unë doja t'i thoja publik. Se po mjegullohemi me shumë, ore, unë doja të kuptoj në një për këtë luftë dhe po bëm një mjegull. Unë jam shumë dakord me atë që tha dhe Tritania, thanë edhe sotërit këtu që në konstantja politikës jashtë me të Shqipërisë. Është Amerika. Për oksidentalizmi dhe më konkretisht amerikanizmi. Ska dyshim. Evropa dhe Amerika. Euroatlantizmi, po që. Euroatlantizmi. Për përqendrimit aksi politikës tonë është kjo. Edhe për arsyet i kemi shpjegu, thanë, për shërbimet e mëdha që SBA-t i kanë bërë kombit shqiptar që në lidhë shtetit shqiptar. Nga ana tjetër, ne nuk duhet harrojmë se Shqipëria, edhe Shqipëria demokratike, se s'po flasë për atë të Enver Hoxhës, ka pas plot momente, dhe me thënë jo të konfrontimit, të mos dakordësis, po them, me qëndrimit Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me nuk është një tabu, pra amerikanizmi nuk e përjashton, për shembull ne kemi pas në parlamentin shqiptar, ndër vite, ka pas fjalimet, me thënë, me një patetik, dhe në të thekshme, akuzuese. Akuzuese, edhe nuk i kanë paragjikuar të njërë, sa ashtu e kanë menduar. Në fund herës, institucionet kanë marrë vendime që nuk e kanë prishur atë aksin e qëndrimit. Kemi pas qëndrime anti-amerikane deri vonë, edhe në Rambuje kemi pas, edhe në zhvillimet e fundit në Kosovë, edhe në qëndrimet ndaj investimit më të madhë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri gjatë 10 vjeçarit fundit që është reforma në drejtësi. Kemi pas vazhdimisht, pra aksi por nuk se Shqipëria nuk ka pas në mënyrë sistematike qëndrime që kanë ardhur në kundërshtim jo me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuptimin e një entiteti shtetëror, dhe të më ponë që kanë ardhur në qëndrime të caktuara. Rezolutën që bëri kuvendi. Tani, rezoluta për mendimin tim ishte, ajo mund të bëhet një rezolut pa diskutim, por u bëhet me nxitim, kishte një përshpejtim të pa nevojshëm. E kërkoj dhe botat. E kërkoj Amerika. Do shta donde unë botova, ja ta tërgoj tani. Kur të mbarosh, ta tërgoj. Reuterin, presion, sekretari shtetit të është përfajsit, sekretari shtetit të Shtetit Bashkuara, jo të lutem. Ja, po e të gjohe. Sekretari Shtetit Bashkuara të Amerikës, një sekund. thoshte, sekretari Shtetit Bashkuara të Amerikës, kërkonte me i sistim trupave diplomatik të shpallej të kërkojnë. Po ta dërgoj unë tani. Jo në shtetin, Gardën Revolucionare. Gardën Revolucionare, pra. Dhe Hizbullahun. E kërkonte, e kërkonin Amerikanët, po them tani. Ja, po ta dërgoj tani. Po ta dërgoj. Gardën dhe Hizbullahun, jo shtetin. Po Gardën pra po them. Gardën dhe Hizbullahun, jo institucion shtetë. Po pra e kërkonte sekretari shtetit. Po nuk e ka kërku pra, shtetin. Gardën Revolucionare. Jo shtetin pra po them. E të shpjegoj procedurën se s'ka një. Shiko, sepse nuk ka qenë në rend të ditës, zotëri. Ajo, sikur të mbite komisioni jashtëm të hënën, dhe të martë të kalonte, por ama, ka një opozita njoftohet, nësu njoftohen as zyrtariq, as gjë. Që nuk do voton të kundra njërë, që nuk ishte kundra opozita në këtë rast. Unë lexova diçka në media. Po thoshe gjithë tjetër o preqen, pyeta për rezolutën ti po flish një për Amerikën në Shqipëri, që ka berë? Po fora burë që të themë shumë. Tash që për rezolutën... Po, kur bet një pyetje, përgjigjet asaj pyetje, jo... Për rezolutën nuk ishte në një arsye, për ngutje, flak për flak, sepse ajo mund të prisni 2-3 ditë që të bëhej konsensuale, sepse unë nuk besoj se kishte kundërshtime për të bërë një rezolutë që denon Gardën Revolucionare të Tiranës si organizatë terroriste të tjerë. Ajo nuk ka diskutim. Por duke se kishte prap manovra politika, ato së më pëlqyjnë mu, dhe më duke dash me tregu protagonizm, duke dash me vra shumë zëgj me një gur, me ekspozu opozitin si kur ajo s'don. Shiko, unë kam qëndrimet e mije në opozitet e ti i di, por këto janë lora që nuk kanë hi e shi. Ajo kishte sens që gjithë parlamentit, që se do bënda të rezolut, ta bënda dhe mund ta bënda, nuk ka pasafat, Preq, ja, jo.
Administrata e presidentit Donald Trump i kërkoi diplomatëve amerikanë në mbar botën të ushtrojnë presion mbi aleatët për të shpallur korpusin e Gardës Revolucionare Islamike, të lutem, dhe grupin Hezbollah me qendrën në Liban si organizatë terroriste. Dhe Rama vrapoi pari ta bënte këtë punë, sepse vetë amerikanët e kërkuan. Me qendrën duke përmendur rrezikun e lartë sulme sipas një kablogrami. Është lajmi i agjencisë Reuters. Ai që thot prej çështë saktë, bëjnë në mënyrë të njëjtshme për protagonizëm, sepse opozita s'ishte kundër. Po them jo, nuk po them jo. Unë po them që po i kthem dhe zotërisë që thot. Një minutë, o Tritan, lej sekond. Ai e bëri me vrap sepse unë thash që është kërkuar. Donte dilte i pari. Unë thash që është kërkuar. Nuk ishte një afat urgjent sot për nesër, bile më mirë dhe për SBA-n do ishte më me interes që Shqipëria ta bënte konsensuale. 2. Kishte një nxitim që kishte për qëllime, domethënë që me ekspozu ca që nuk janë pro, ca janë kundër Amerikës, këto janë lojra që nuk kanë sens. Manipulim. Janë manipulime. Këtë po them unë. Pastaj që Shqipëria ishte nga vendet e pakta që e bëri rezolutën, s'kam se qëndroj prapë në atë që Shqipëria nuk ka asë zë, asë fuqi që të kundërshtoj një kërkes direkt. Atëre mbajmë zotin Shehu. Për këtë zotë Ylli, do të bëj një pohim, që është i vlefshëm jo vetëm tani, për përgjithmonë, që këto jesmenet pro-amerikanë, që janë dhe me probleme vetë, për mendimin e ka për doktorin. Janë me probleme vetë. Kush janë? Janë më anti-amerikan se sa këta vetë. Këto loje, sepse unë e kam qenë vërtet, më shtim ekspoziton këshu me prezenton si pro-amerikan. Po unë për shemë, kur kanë fut në burg, fatos nanën, unë kam bot deklarat, që ma kujtoj. Do me thënë një pjesë në ju janë dhe më anti-amerikan se... Po t'jeshe korrupuar, pa tjetër që duhet... Zoti Shehu. Po pse ky që nëzitoj këshu me vrap, pse ky së? Edhe e drama, po. Këte po thë. Edhe nga ju, dhe nga e drama, thot janë më anti-amerikan, thot Preqi. Po ta shti, këta mendim ka. Po të vjellësh kombin tënd anti-amerikan thelb, anti-vlerave amerikane, funditës. Unë jam këtu për të mendimet e mia. Unë promovoj amerikanizmin me dignitet. Zoti... Që bënd dhe kritika. Zoti Shehu, edhe një pyetje kam për ju, dhe të ndami, ka në një pyetje për Zoti Shehu nga ju, zotrinja, po, atëre kam dhe një pyetje unë, tani si vete kjo punë, tani si e mendon ti, bo përfundoj kjo lufta jo, si mund të mbyllet? Unë shpresoj... Apo e si kon të kthehet një luftë gjatë, pa marrë akoma çmimin e paqes, si the ti, këtë çmimin Nobel Trumpi. Folklorizma këto pasaj. Varianti më i mirë i përfundimit do ishe me ndryshimin e regjimit në Iran.